Udhëtimi i fatkeq në fshatin Shishtavec të Kukësit nuk pati vetëm viktima, por fatmirësisht pati edhe të mbijetuar. Një ndër ta është Servet Hoxha, 18 vjeç, i cili jo vetëm që mbijetoi aksidentit, por mundi të shpëtonte nga vdekja edhe kushëririn e tij që mbante në prehër vetëm 3 vjeç. Servet Hoxha rrëfen për News 24 momentet e aksidentit. Ai tregon se gjatë udhëtimit në furgon ka qenë edhe me gjyshen Zyrie Kovacin, e cila ndodhet në spitalin ushtarak e plagosur. Nga shtrati i spitalit të Kukësit, 18 vjeçari rrëfen se asnjë prej pasagerëve që ndodheshin në furgon pas aksidentit nuk mundë të flisnin, pasi gjendja e tyre ishte e rëndë. Rrugë e keqe dhe momentalisht nuk marrë. Ai ishte të shkruar me përballë me patenë. Ai bënte shpesh këtë rrugë. Shofer për kohë. Po, për kohë. 7 vjet shofer. Po, mban mend kur ka ndodhur aksidenti, i nis disa herë. Si më vajnë një shumë. Po, keni parë viktimat, keni parë plagosur, çfarë kërkonin? I kam parë, po nuk flisin asnjë, kanë qenë në gjendje shumë traumë. Gjithë. S'kanë qenë gjithë një fshatit. Cilë fshatëve? Kanë qenë fshatit shtresa në mos. Ju po vini për Kukës? Po. Ti udhtoi i vetëm? Nga familja jote vetëm ti ke qenë? Vetëm me gjyshen time dhe me gosën e vogël që ma. Gjyshja, cila ishte gjyshja jote? Zyrie Kovaci. Gjyshja dhe me këtë vajzën çfarë kete? E kishën gocë Vajzë. Ndërsa Zyria këtë vajzën e ka mbes, domethënë është vajza e djalit. Po. E po ku po shkoni ty në Kukës? Ku po vinit? Ju jetoni atje? Ne jetojmë aty, po gjyshja kësharë më nejtë të shpjenjime Po. A gjyshja jeton në Kukës? Po, jeton në Kukës. Po kjo vajza Desara jeton në Kukës? Gjyshja 18 vjeçarit Zyrie Kovaci, sipas mjekëve në spitalin ushtarak, ndryshe nga 3 të plagosurit e tjerë, ndodhet në gjendje më të stabilizuar dhe është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa 2 prej të plagosurve kanë mbetur paraplegjik.